ka biseda që nuk bëhen kurrë me zë të lartë. Jo sepse nuk ekzistojnë, por sepse janë shumë personale, shumë të ndjeshme. Janë ato mendime që i mbajmë me vete, ndjenjat që nuk dim t'i vëmë një emër, apo që ndoshta kemi frikë t'i pranojmë. Mirë se erdhët në episodin e 9 të Intimitet. Tu jemi vetëm ne, edhe do të flasim për të vërtetat që shpesh i fshehim. Sot do të flasim për një vijë që thuajse nuk shihet. Por që shumë persona e kanë kaluar pa e kuptuar. Tradhtia emocionale. Marcel, kur fillon vërtet tradhtia? Dhe mjafton një mesazh për të ndryshuar gjithçka? Para se të hymë më thellë në temë, ndoshta duhet të ndalemi pak këtu. Çfarë është në të vërtetë tradhtia emocionale? Sepse kur dëgjojmë tradhti, mendja na shkon menjëherë tek diçka fizike, një lidhje fshet. Por tradhtia emocionale është më e heshtur. Nuk ka domosdoshmërisht prekje, por ka ndjenja që përfshihen. Tradhtia emocionale ndodh kur krijon një lidhje të thellë emocionale me dikë tjetër jashtë marrëdhënies tënde. Si fillon zakonisht tradhtia emocionale? Tradhtia emocionale nis kur fillon të ndash me atë person gjëra që nuk i ndan më me partnerin. Kur mezi pret t'i shkruash ose ndjen që ai ose ajo të kupton më shumë se kushdo tjetër. Edhe shpesh nuk e kupton menjëherë që po ndodh. Sepse mund të fillojë si diçka e pafajshme, ndonjëherë disa reagime në rrjetet sociale që bëhen më të shpeshta me kalimin e kohës. Një bisedë, një mesazh, një sije. Dikush që mund të rikthehet nga e kaluara edhe mesazhi është shumë i thjeshtë, në dukje i padëmshëm. Përmbajtja e mesazhit është si je, por pa e kuptuar, pak nga pak. Kalohet nga bisedat e zakonshme ose small talk në biseda të thella edhe intime, emocionale dhe befas mendon se e ke këtë nevojën për t'u ndjerë i dëgjuar, i kuptuar edhe ja tek është dikush që interesohet me të vërtet për ty. Ky është laku. Dera për të përfshirë plotësisht në një tradhti emocionale është hapur. Slow Fade është një këngë nga grupi Casting Crowns, që mua më pëlqen shumë. Edhe mua. Dhe e kam marrë shpesh herë si shembull, për mënyrën se si njeriu nuk bie më njëherë, por me hapa të vegjël, siç vetë titulli i këngës është. Dhe kjo këngë paralajmëron se vlerat morale dhe shpirtërore shkatërrohen ngadalë pra. Dal nga dal, hap pas hapi. Teksti përshkruan se si njerëzit rrallë bien në mëkate me njëherë. Përkundrazi vjen pak nga dal dhe shkaktohet nga kompromiset e vogla në zgjedhje. Me zgjedhje që ne bëjmë çdo ditë, me ato tolerimet e vogla, që me kalimin e kohës çojnë në shkatrim të thellë shpirtëror. Siç e përmendi dhe Marceli, shkatrimi nuk vjen menjëherë nga dështime të mëdha edhe të papritura, por pikërisht nga ato kompromiset e vogla në dukje të parëndësishme. Ndaj ruaj zemrën tënde edhe kujto se veprimet e gabuara ose mëkatare fillojnë kur e zeza dhe e bardha janë kthyer në gri, edhe linjat morale bëhen të paqarta. Aq më e dhimbshme mund të bëhet situata kur në mes janë fëmijët. Po, sepse shpesh herë një lidhje martësore, ato që e psojnë më së tepërmi janë fëmijët. Sepse në fundit mes dy të rritërve janë zgjedhjet mes, secili bën zgjedhjet e veta dhe i bën ato me mendjen e tij të plot, por fëmijët janë ato që vuajnë. Dhe ne për hir të vërtetës dhe fatkeqësisht kemi parë me sytë tanë dhe kemi përjetuar shumë raste ku fëmijët kanë pësuar trauma shumë të mëdha emocionale dhe psikologjike. Po, do të flasim në fund të podcastit, do të ndalemi pak te pasojat e tradhtisë emocionale dhe specifikisht tek pasojat që lë tek fëmijët. Megjithatë, për të rikthyer edhe një herë temës, pra me kalimin e kohës këto marrëdhënie që nisin si të padëmshme, kthehen në lidhje që fillojnë të zenë një vend të paktën emocionalisht. Dhe ndoshta pjesa më e fortë është kjo. Nuk është ajo që bën, por se si je i përfshirë. Sepse në momentin që zemra jote fillon të ndihet më e lidhur diku tjetër, diçka në marrëdhënien tënde fillon të shkëputet. Tradhtitë emocionale janë në rritje. Ndoshta ke njohur persona që janë përfshirë, mund t'i kesh hasur në vendin tënd të punës apo në palestër. Ndoshta një mik apo dikush i afërt duket se ka kaluar kufijtë një marrëdhënie të sigurt përmes një lidhje në internet që duket e pafajshme nga ato Facebook ose Instagram, ato mesazhet në fakt janë hapi tjetër, por që ka ardhur pas një qëndrimi shumë
kohë në faqen e asaj, duke i bërë like, zemrat ndryshme, duke e ndjekur në për komente, edhe gjëra tilla, pastaj lidhja, do ta quajmë lidhje, ka filluar të ngushtohet duke u marrë me mesazhet dhe pastaj më vonë do të shikojmë se si këto kthehen edhe në takime personale dhe shkojnë në finalizimin e një marrëdhënie të mirëfillt. Pra nga tradhtia emocionale mund të kaloj pastaj në tradhti fizike. Ndoshta mund të jesh një person i cili je ndier i tradhtuar emocionalisht nga vetë partneri, ose ne ishim duke komunikuar për kolegët e punës deri tani, po mbase e ke provuar diçka të tillë personalisht. Nëse na ndodh kjo, edhe me veten tonë ne mundohemi të analizojmë, i themi vetes, shiko, ishte vetëm një lidhje emocionale, nuk ishte diçka aq e madhe. Pse duhet më dhem kaq shumë? Kjo është diçka që nuk duhet bërë, sepse duhet kuptuar që dhimbja është reale. Ajo që ndjen vjen si rezultati një shkeljeje të madhe të besimit dhe është po aq reale sa do të ishte nëse do të kishte pasur tradhti fizike. Nuk ka mënyrë për të ditur sa çifte kalojnë traumën në një tradhtie emocionale. Megjithatë, në deklaratat e psikologëve klinik të paktën, kjo gjë është e zakonshme. Shumica e njerëzve thjesht nuk e kuptojnë që tradhtia emocionale është po aq traumatizuese sa një tradhti fizike. Ata që tradhtojnë emocionalisht shpesh e minimizojnë rëndësinë e tradhtisë, duke thënë, "Hey, shiko, asgjë fizike nuk ndodhi." Për këtë arsye, personi që është tradhtuar emocionalisht mund të mendojë se është i çmendur që ka emocione kaq të forta. Kjo është e zakonshme. Edhe pse tradhtia emocionale ndihet si një kërcënim i madh, shumicën e kohës tradhtari nuk dëshiron në fakt të largohet nga marrëdhënia që ka. Tradhtari është Hamzai. Hamzai, marrëdhënies martësore, kështu do ta quajmë. Në fakt ashtu është, Denila. Dhe është shumë interesante, kam qenë duke ndjekur kur po përgatisnim skenarin e këtij episodi, kam qenë duke ndjekur disa emisione, njerëz të cilët flisin për këtë lloj gjëje. Dhe ku ishte meraku i tyre? Meraku i tyre ishte marrëdhënia fizike. Qofse këto dy persona që janë duke chatuar me njëri me tjetrin nëpërmjet Facebookut apo Instagramit, janë takuar dhe kanë kryer marrëdhënie seksuale. Ky ishte meraku. Por për ta, paraqiko sa kjo marrëdhënie shumë e ngushtë emocionale vazhdonte përmes rrjeteve sociale, nuk kishte ndonjë problem i madh. Madje psikologë të ndryshëm, të cilët binin ndesh me ca psikologë tjerë, e konsideronin edhe të shëndetshme për lidhjen, sepse krijonte një forcim të lidhjes aktuale që personi kishte me partnerin ose partneren e vet. Tani dëgjon ai tradhtie naive, siç e konsideronin ato, se këtyre tundimeve naive që i vinin emrat. Termat modern tani këto, tundimet naive. Po kjo, tundimet naive. Si janë aq naive në fakt. Fare naive. Është e thjeshtë në momentin që je në një studio televizive apo radiofonike dhe të drejtohet një pyetje në lidhje me tradhtin emocionale apo tradhtin fizike, të kesh një përgjigje kur je i reatuar në kolltuk edhe diçka personale nuk ka prekur. Por nëse ti flet me personat që janë prekur nga tradhtia emocionale, do të shohësh që dëmi është i jashtëzakonshëm dhe kjo nuk është vetëm një opinion i yni. Janë kërkime të cilat janë bërë në lidhje me këto çështje dhe dëmi është i madh, jo i vogël. Tradhtia emocionale shpesh përfshin një partner që transferon energjinë romantike ose të thellë emocionale te dikush tjetër, ndërkohë që bëhet i largët ose e largët ndaj jush. Shenjat kryesore përfshin fshehtësinë, fshehja e telefonit, fshirja e mesazheve, distancimin emocional ose fizik dhe ekzistencën e një miku të veçantë me të cilin ndan gjëra personale në vend që t'i ndaj me ju dhe një agresivitet her pas hershëm kur e pyet për këto gjëra. Pra nëse ti e pyet në lidhje me këtë person, mund të jetë nervoz apo jo. Mbrojtje, agresivitet, bëhet nervoz kur pyetet për këtë person, bëhet mbrojtës, shpesh thotë se jemi vetëm miq ose ju akuzon ju se jeni kontrollues. Tjetër gjë është krahasimi i vazhdueshëm. Ju krahason negativisht në raport me personin tjetër. Kjo duhet të jetë shumë e dhimbshme. Edhe është shumë e dhimbshme, edhe është e tmerrshme në fakt. Se është imagjino plagën që shkaktohet tek tjetri. Si e njësoj, aq e aftë apo aq e bukur ose aq i bukur ose e bukur dhe gjëra të tilla, imagjinoni vetë se sa dëm sjell tek partneri ose partnerja. Shumë e vështirë të qëndrosh me një person të tillë. Po ashtu ka edhe ndryshime të brendshme, të cilat reflektohen. Pra, po flasim gjithmonë për shenja të cilat na tregojnë që mund kemi të bëjmë me një tradhti emocionale. Shohim që prioritetet janë të ndryshuara. Pra, personi shpenzon shumë kohë dhe energji me dikë tjetër në vend partnerit të tij. Thuhen gënjeshtra në raport me sa shpesh flasin ose takohen.
duket që shumë gjëra personale i ndan me këtë person të ri që është duke takuar, apo problemet marrëdhënies që ka i ndan me të. Dhe mund të thotë shpeshherë që shiko, ti nuk më kupton. Edhe kjo është një gjë që sugjeron që personi tjetër e kupton më mirë se sa ju. Përpos kësaj ka edhe manipulim. Kur përballeni për këtë çështje, partneri mund ta shtrembërojë situatën për t'ju bërë të ndiheni ju që jeni i çmendur apo i pasigurt për veten. Ose e çmendur dhe e pasigurt për veten. Po. Faleminderit Marcel. Faleminderit. Sa për sqarim. Po. Tradhtia emocionale fillon nga mendja. Në fakt, vetë tradhtia aty fillon. Në një marrëdhënie të shëndetshme të dy palët e vendosin njëri tjetrin të parin. Por nëse në mënyrë të pavetdijshme ti vendos dikë tjetër dhe jep më shumë energji emocionale atij ose asaj, do të thotë se gjërat kanë ndryshuar. Pse ndodh tradhtia emocionale? Po hamë Denila, pse ndodh? Po një nga arsyet Marcel është se njeriu ka tendencën që të ndjek dëshirimi të tërheq drejt rënies së shpejtë. Ka një varg nga fjalët e urta që thot: ujërat e vjedhura janë të ëmbla, buka që hahet fshehurazi është e shishme. Mëkati gjithmonë premton kënaqësi dhe plotësim, por çfarë lë pas është vetëm zbresti dhe shkatrim. Tradhtia emocionale shpesh ndodh kur një person kërkon vlerësim emocional, lidhje ose intimitet jashtë marrëdhënies së tij kryesore, sepse ndjen apo mendon se nevojat e tij apo të saj janë të paplotësuara, ndjen vetmi ose mërzi, ose kur lidhja ekzistuese i bëhet rutinë. Ka të bëjë me vlerësimin dhe vetë vlerësimin në këtë rast, Denila, kërkimi i vetmendjes nga dikush tjetër, për të ndjerë tërheqës ose tërheqëse, i rëndësishme se rëndësishme, ose i dëshiruar, sepse është kthyer rutinë tashmë marrëdhënia martesore është kthyer një rutinë zakonshme. Dhe duket sikur nuk e i dëshiruar, nuk e i rëndësishëm, nuk e më i tërheqës siç ishte në fillim. Siç ke qenë dikur. Kërkon fundit thjesht përsëritjen e asaj që ti ke pasur me personin që ke. Për krahu, ta kthesh edhe i herë nga fillimi. Lidhjet digjitale, rrjetet sociale dhe mesazhet e bëjnë më të lehtë që miqësitë të kalojnë në mënyrë të fshehtë në marrëdhënie emocionale, pa vënë re menjëherë. Tjetër gjë është problemit me kufit, për shembull, të vendosësh kufit e shëndetshëm, mungesa e kufive të qartë dhe të dakortuar në marrëdhënie ose pamundësia për të kuptuar ku një miqësi ka kaluar në një intimitet të papërshtatshëm. Këto marrëdhënie, edhe pse jo fizike, shpesh përfshin intimitet të fortë emocional, fshehtësi dhe vendosjen e personit të ri përpara partnerit, duke çuar në shkelje të besimit. A është tradhtia emocionale një tradhti e vërtet? Për këtë ka perspektiva të ndryshme. Disa thonë jo, sepse s'ka kontakt fizik, të tjerë thonë po, sepse zemra është diku tjetër. Si mendon Marcel, çfarë përcakton tradhtin, trupi apo mendja? Që në episodin e parë, ne kemi diskutuar rreth filozofisë që çdo njeri ndjek në jetën e tij dhe filozofia mbi cilën ose parimet mbi cilën kemi ndërtuar marrëdhënien tonë është Bibla. Dëgjoni se sa bukur e ka përshkruar dhe e ka përkufizuar këtë gjë vetë Krishti. Që thot, por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, pra edhe një herë, që shikon një grua për ta dëshiruar, ka kryer tashmë kuroshkelje me të në zemrën e vet. Marcel, shumë e vërtet ajo që the, nga ana tjetër. Nuk është e vërtet fare që thash. Po mirë, pra mbyllim këtu. Mirë dëgjofshim. Shumë faleminderit që na keni dëgjuar deri tani. Ja tek jeni duke dëshmuar një konflikt dhe duhet të zgjidhim konfliktin ton. Ta zgjidhim përpara mikrofonit apo duke i kthyer kujt përgjigjen në celular. Nuk kanë celular. Ashtu ajo këtu ishte pastaj. Ky do ishte një konflikt i një shkallë sipërore. Një pyetje. Do ma kontrollosh pastaj pas ti podcastit, do ma kontrollosh celularin? Të bëj një pyetje? Ma bëj. Ose më saktë të përgjigjem me një pyetje dhe unë? Me një pyetje. Sa herë në jetën tënde ta kam kontrolluar celularin? Ti në fakt edhe kur ta jap unë nuk e kontrollon, po prandaj po e parashtroj. Kjo, jo sepse unë jam dhe një shenjtore e jashtëzakonshme, kjo jam unë shenjtore e jashtëzakonshme. Kjo sepse deri tani nuk kam ndier nevojën për ta bërë. Por në momentin që do isha në presion apo do ndjeja një hije dyshimi brenda vetes time, kam përshtypjen se mund ta bëja diçka të tillë. Pra. Ke kuptuar se unë nuk e lejoj vetes këto gjëra. Ti e di çfarë
Çfarë burri Po jam? Marcel, si është ai vargu që kush kujton se mbahet, Ke kujdes se të mbahet më fort. ashtu. Ketë kujdes mos bjerë. Pasojat e tradhtisë emocionale përfshin një shkatërim të rënd të besimit, traumë nga tradhtia dhe distancim emocional në marrëdhënien kryesore. Shpesh, tradhtia emocionale çon në ankth, në depresion dhe vetëvlerësim të ulët tek partneri i tradhtuar, ndërsa krijon një rënje shpesh të pakthyeshme të intimitetit në marrëdhënie, qoftë atje emocional apo fizik. Kjo shkakton një shkëputje të dhimbshme, qoftë psikologjike ashtu edhe emocionale. Tradhtia emocionale shkakton dëm të madh dhe afatgjat tek fëmijët, gjithashtu, duke thyer besimin, prishur ndjenjen e sigurisë dhe krijuar paqëndrueshmëri emocionale. Fëmijët shpesh përjetojnë konfuzion, ankth, depresion dhe probleme afatgjata me besimin, ndonjëherë duke shfaqur sjellja problematike ose duke përsëritur tradhtinë në marrëdhëniet e tyre në të ardhmen. Ata janë sfungjer emocional që e ndjejnë tensionin. Si mund të rikuperohemi nga tradhtia emocionale? Rikuperimi nga tradhtia emocionale kërkon ndërprerje totale të kontaktit me personin e tretë, komunikim të sinqert dhe përpjekje të vazhdueshme të qëllimshme për të rindërtuar besimin dhe intimitetin emocional. Shërimi është një proces jo linear që shpesh përfshin dhimbje dhe zakonisht zgjat 2 deri në 5 vite, duke u fokusuar në krijimin e kufijve të rinj, të sigurt dhe transparent në marrëdhënie. Këtu do më lejoni të ndaj një shembull, në fakt jo një shembull, por një histori që unë e kam përjetuar kur kam qenë në shkollë të lartë. Miku im i ngushtë, një nga miqtë e mi të ngushtë, vjen tek unë dhe më thotë, normalisht ai kishte një lidhje shumë të gjatë, që kur qenë të vegjël me ata që do bëhej bashkëshortja e tij, dhe vjen dhe më rrëfen për habin dhe të merrin tim dhe të kujdo nga miqtë tanë që e dinin këtë histori, që kishte filluar të ndjente, kishte filluar një lloj marrëdhënie emocionale, biseda me një vajzë tjetër në fakultet, e cila madje po largoi fare nga Shqipëria se do të shkonte për studime të tjera jashtë shtetit dhe edhe e kishte ftuar atë të shkonte edhe ai me të. Po, long story short, për të rënë shkurt, po më pyet se si duhet ja bëj, unë e dua. Pra ndërkohë që kishte një marrëdhënie të Kishte një marrëdhënie të konsoliduar, pra e donte shumë. Po thoshte për partnerin që shikoj unë e dua shumë partnerin që kam. Po thonë dua shumë, po unë kam këtë tani, kam këtë lloj marrëdhënie me këtë dhe çfarë tërheqje ishte? Kishte filluar si diçka kërkësisht emocional, biseda, i kishte pëlqyer biseda, pyetje që ajo i bënte rreth jetës së tij. Normalisht edhe sepse këtu nuk kemi të bëjmë me takim online, në fakt kemi të bëjmë takim fizik sepse ai shikonte, takohej me këtë personin, por që kishin nisur me këto me shaka, me hedhje pritje, patjetër të tërheqje fizike. Edhe bëhet fjalë, domethënë ai kishte një lidhje për disa vitesh apo jo? Për disa vitesh. Okay. Dhe ai më kërkoi një mendim lidhur me këtë dhe unë thash, shiko, ti sigurisht nuk do të bësh se si të ka thënë kjo, por ndjej edhe në faj ndaj të dashurës ti, partneres ti, por ti ke për të shkuar me një herë, sot, edhe të të flasësh, të ja thuash të gjitha asaj. Normalisht, kushdo që më ka dëgjuar atë natë, ka shuetur të marrë. Budalla, por gjithsesi. Ama i njëjtë budalla si unë, edhe ky shkoi dhe ja tha partneres ti. Ishte një plagë shumë e madhe për partneren e tij, dhimbje shumë e madhe, por ajo erdhi dhe më falenderoi. Dhe tha që Niki, faleminderit për këshillën që i ke dhënë. Dhe kjo gjë rindërtoi besimin e tyre. Kjo të ndalesh. Sepse ai shkoi dhe rrëfeu ato çfarë kishte ndarë. Domethënë, patjetër që ka pasur dhimbje, patjetër që ka pasur një distancë emocionale të përkohshme, pra sepse partnerja është lënduar, por ka qenë mundësia më e lartë për të rikuperuar se sa nëse diçka do kishte ndodhur mes së dyve dhe nëse do ishte kapur në, le të themi, në flagrancë, e shuajmë ne si e shuajmë. Flagrancë, ai pastaj me shumë mundësi, zakonisht këto gjë rrallë rikuperohen. Shumë rrallë. Por është ti e the Marcel, domethënë dhimbja për tu larguar edhe për të pasur mundësinë që të rindërtosh edhe një herë marrëdhënien tënde të besimit zgjat 2 deri në 5 vite të jetuara. I ke mbi kurriz, pra në momentin që ke shkelur në besimin e dikujt, mundësia për ta rikuperuar është vërtet do punë dhe përkushtim. Shkatrim i një fraksioni jete, që nuk është i vogël. Por cilat janë hapat kryesor për shërimin, Danila? Përveç asaj kohës që duhet ta mbajmë mend, pra nëse duam vërtet të rikuperojmë lidhjen tonë, do duhen vite. Përpos kësaj, si fillim duhet të përfundosh lidhjen me personin që ke nisur të komunikosh, pra çdo kontakt me të.
duhet pranojmë përgjegjësinë, ajo që sapo ndave ti pak më përpara. Pra ne kemi bërë një gabim. Ne pranojmë përgjegjësinë për atë gabim dhe duhet të vi pendesa. Partneri që ka tradhtuar në momentin që tregon çfarë ka ndodhur nuk duhet të mbrohet. Duhet të tregojë empati të vërtet për dhimbjen që ka shkaktuar tek personi tjetër. Dhe kjo mund bëhet vetëm përmes transparencës totale, se për të rindërtuar besimin duhet kesh një hapje të plot të emocioneve të tua, ndjesive, mendimeve, duke u përgjigjur pyetjeve dhe duke ofruar siguri sërish. Gjithashtu kërkimi i ndihmës profesionale është shumë i këshilluar. Terapia është thelbësore, pasi studimet tregojnë se terapia në çift rrit ndjeshëm shanset për rikuperim. A përballimi i humbjes. Do të kuptojmë që kemi një humbje, po të humbje besimi. Edhe humbja e besimit nuk është diçka e vogël, përkundrazi është ndër gjërat më të mëdha që mund të humbësh dhe është shumë e vështirë për ta rikuperuar, po duhet ta përballojmë. Përballimi i humbjes, të dy partnerët duhet të përpunojnë humbjen e formës së mëparshme të marrëdhënies dhe thyrjen e besimit. Dhe vendosja shumë e rëndësishme, vendosja e kufive të ri, rishikimi i kufive për të parandaluar intimitetin emocional apo fizik me persona të tjerë në të ardhmen. Si mund të vazhdojmë përpara? Kur ka ndodhur tradhtia emocionale, partneri i tradhtuar duhet fokusohet tek shërimi personal edhe në mënyrën se si ai do ta përpunojë të gjithë të zhgënjim, zemërim, ndërsa partneri që ka tradhtuar duhet kuptojë dobësitë që quhen në këtë situatë edhe të punojë mbi to. Marceli ndau pak më përpara që është shumë mirë nëse kërkoni ndihmë nga një terapist, nga një këshillues biblik. Do të ishte shumë mirë që të flisni hapur për gjërat tuaja, është vetëm një mënyrë që marrëdhënia juaj të ringrihet edhe të forcohet mbi baza të shëndetshme. Nuk e di psa për ju që kanë dëgjuar termin bovarizëm, por jam i sigurt që shumë për ju kanë lexuar librin, romanin e Emma Bovary. Bovarizmi është një term psikologjik i krijuar pikërisht nga ky personazh, Emma Bovary. Edhe përshkruan gjendjen e të ndjerit i pakënaqur me veten dhe mjedisin social duke u projektuar në një jetë imagjinare që nuk mund të arrihet kurrë. Edhe për ta rikujtuar disi ti e ndave pak, por Emma Bovary është një grua e re, e bukur, martohet me një mjek, Charles Bovary, një mjek në provincë, mos gaboj. Dhe mua tani po më fillon më vjen ndërmend dhe personazhet. Dhe shpresonte Emma që do kishte një jetë plot me pasion, plot me luks, pra me kënaqësi nga më të ndryshmet, megjithatë shumë vajza të reja sot. Po vetëm se pasionet e tyre sot janë shumë më pak aristokratike se ato të Emma Bovarys. Vëzhgim me vend. Nuk është se Emma e ndriti, megjithatë. Jeta e saj martësore ishte monotone për të dhe normalisht ajo ndjehej zgënjur. Dhe për të përmbushur dëshirat dhe ëndrat e saj, pra për gjithë këtë botën romantike që kishte ndërtuar në mendje dhe që nuk po e shihte me sy, Emma nis një lidhje jashtëmartësore dhe fillon të shpenzojë pa mas. Gjë që e çon në borxhe të mëdha dhe në dëshpërim. Në fund është dëshpërimi dhe shkatrimi financiar. Përpos dy lidhjeve jashtëmartësore është ajo pati që e çojnë, pastaj detyrojnë që të shkojnë në dëshpërim të thellë deri në vetvrasje. Ndërkohë që Charlie, që është partneri i saj, mbetet i shkatruar qoftë emocionalisht dhe financiarisht. Tani pse e ndam këtë? Nuk do merremi me kritikën e romanit. Pse përmendëm bovarizmin? E para se është një term i cili na shkon për shtat me temën e programit sot, pra me tradhtinë emocionale që ne e përmendëm që çon edhe në tradhti fizike, edhe na kujton që të kërkuarit, të rendurit pas kënaqësive momentale, ato që ne pretendojmë që do plotësojnë dhe do japin ngjyra jetës sonë, shumë shpesh mund të çojnë në shkatërrim total të marrëdhënieve që kemi dhe të vetë jetës tonë. Sigurisht, edhe për faktin mos harrojmë, edhe kaq e habitshme dhe shumë interesante që një histori e letërsisë së shekullit të 19 është poq aktuale dhe sot në shekullin e 21 duke na kujtuar se njeriu është ai që është gjithmonë. Ne kemi ardhur në fund të programit tonë. Shumë faleminderit që keni shndruar me ne për gjatë kësaj kohe. Ka qenë një bisedë e këndshme për mua dhe Marcelin, shpresoj njësoj edhe për ju. Do dëgjohemi në episodin tjetër. Faleminderit që na ndoqët dhe përpara se ta mbyllim, mos harroni, nëse keni nevojë për ndihmë, për një këshill, për të folur me dikë, ne jemi këtu për ju. Mund të na shkruani në numrin ton 06963 01634 në WhatsApp dhe mund ta kontaktoni përmes mesazheve në inbox në faqen tonë të Instagramit dhe faqen tonë të Facebookut. Netcast Studio, mos harroni bëni like, subscribe, share. I kemi mësuar dhe ne tani këto
mënyrat e fundit të komunikimit janë të nevojshme pra që të shkojmë tek sa më shumë njerëz edhe të na dëgjojnë. Për qafime, faleminderit shumë që na dëgjoni. Na bëni mirë.